Qoftë lëvduar Jesu Krishti. Mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë të Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e shtunë dhe jemi në kohën e Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e 3 e Psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si ari agimi i dritës, qielli nga lavdet jehon, bota prej shëndit kaldon, feri ulërin nga grahmat. Kur mbreti shumë i forti i shem fuqit vdekjes, nën këmbë ndrydhi tartarin, të mjerve u zgjidhi prangat. Ai që me rast të mbyllur, reptësisht ruhet nga ushtari, nga dhnyës me zulm fisnike, ngrihet fitues nga varri. Tash me u çlirua feri prej dhembjesh e rënkimesh, sepse unë gjallë Zoti ynë, plot shkëlqim thërret engjëlli. Për herë ti rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qoft lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Fjalët që ju thash janë shpirt të jetë. Aleluja. Psalmi 119, pjesa e 9 e psalmit. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras o Zot më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejteje më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohem e të thëras në ndim, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsjatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë t'ia keqas, janë larg nga ligji yt. Por ti o Zot je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fjalët që ju thash janë shpirt dhe jetë. Aleluja. Antifona e dytë. O hy, mbi malin tënd të shenjtë e ndërtove për ne një alter dhe një tempull. Aleluja. Kënga marrë nga libri i Urtis, kapitulli 9. O Zot më jep urtin. O hyje e tërve të mi dhe Zoti mëshirës, Ti që me anë të fjalës sate krijove rruzullin, që njeriun e krijove me anë të urtisë sate, për të sunduar krijesat që ti i përftove, për të drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi. dhe për të gjykuar gjyqin me shpirt të drejtë, Ma jep urtin që rinë ofron pranë teje, dhe mos më përjashton nga numri i fëmijëve të tu. sepse jam shërptori yt, biri sklave sate, njeri i vogël e jetë shkurtër. I paaft për të kuptuar gjyq e ligj. Sepse edhe po t'u gjendë ndërbitë e njerëzve ndokush i përsosur, por në qoftë se i mungon urtia jote, Do të vlerësohej për asgjë, me ty është urtia që i nje veprat e tua, që ishte pranë edhe atëherë kur e krijove rruzullin, dhe e dinte çfarë është të pëlqyeshme në sytë e tu. dhe çfarë është e drejtë në urdhërimet e tua. Dërgoje prej qiejve të tu të shenjtë, Çoje prej selisë së madhërisë sate, që të jetë me mua e të mundohet krah për krah me mua, që të di çka është e pëlqyeshme para teje, sepse ajo di dhe gjithë çka kupton, të më përcjell me maturi në veprat e mia. e të më mbroj me lavdinë e vet. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O hy, mbi malin tënd të shenjtë, e ndërtove për ne një alter dhe një tempull. Aleluja. Antifona e tretë. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Aleluja. Psalmi 117. Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha, madhërojeni së bashku o popuj të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.
Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Aleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 14, rreshtat 7 deri 9. Asnjëri prej nesh nuk jeton për vete, dhe asnjëri nuk vdes për vete. E një mend, nëse jetojmë, jetojmë për Zotin, e nëse vdesim, vdesim për Zotin. Në qoftë se jetojmë e në qoftë se vdesim, jemi të Zotit. Për këtë arsye Krishti vdeqi dhe u ngjall që të jetë zotëria i të vdekurve e i të gjallëve. Përgjigja e shkurtër. Leti brohorit Zotit toka mbar. Aleluja, aleluja. Leti brohorit Zotit toka mbar. Aleluja, aleluja. E shpëtoi jetën tonë. Aleluja, aleluja. Lavdi Atit i Birit e Shpirtit Shenjtë. Leti brohorit Zotit toka mbar. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Ti kush të shkojmë zotëri, ti ke fjalët e jetës së pasosur, ti je biri i hyjit. Aleluja. Kënga e Zakarisi pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajë të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Te kush të shkojmë zotëri, ti ke fjalët e jetës së pasosur, ti je biri i hyjit. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit, bukës së jetës, që a jep ngjalljen e lavdishme atyre që i afrohen denjësisht tryezës së fjalës dhe të korpit të tij. Na i jep o Zot gëzimin tënd të pashkëve. O Krisht, që i ngjallur prej të vdekurve, u bëre fillim dhe burim i jetës së pavdekshme. Bekoj dhe shenjtroj të gjithë njerëzit mbi tokë. Na i jep o Zot gëzimin tënd të pashkëve. Ti që besimtarve u afal gëzimin dhe paqen. Bëj që të ecim në jetën e re në dritën e pashkëve të tua. Na i jep o Zot gëzimin tënd të pashkëve. Përforcoje në fe kishën tënde shtegtare mbi tokë, që të dëshmojmë para botës për të ngjallurit tënd. Na i jep o Zot gëzimin tënd të pashkëve. Ti që në përmundime hyre në lavdinë e Atit. Shndroj në gëzim të plot vajtimet dhe dhimbjet e botës. Na i jep o Zot gëzimin tënd të pashkëve. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy, ti përtrin me anë të pagëzimit ata që besojnë në ty, ruaje në ta jetën e re në Krishtin, që të mund të ngadhnjejnë mbi çdo sulm të së keqes, e ta ruajnë besnikrisht dhuratën e dashurisë sate, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.